Policia turke ka arrestuar kryebashkiakun e Stambollit, lider i popularizuar opozitar dhe rival kyç i presidentit Recep Tayyip Erdogan. Përveç tij janë arrestuar edhe disa figura të tjera të njohura si pjesë e hetimeve për akuza për korrupsion dhe lidhje me terrorizëm. Situata është përkecuar edhe më shumë në përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë së Erdoganit që të përndjek opozitën dhe zërat kritik në Turqi. Prokuroria ka lëshuar urdhër arrest për kryebashkiakun e Stambollit Ekrem İmamoğlu'n dhe për 100 persona të tjerë. Ai akuzohet se ka bashkëpunuar me partinë kurde të shpallur terroriste nga Turqia. Kritikët kanë thënë se prindjekja dhe arrestimi janë shenjë e madhe e disfatës që ka përsuar partia Erdoganit në zgjedhjet lokale gjatë vitit të kaluar. Këto arrestime janë bërë në kohën kur ka pasur shumë thirrje për zgjedhje të parakohshme kombëtare. Erdogani, populist me tendenca autoritare, i ka prirë Turqi si kryeministër ose si president për më shumë se 20 vjet. Ai tani është lideri më i gjatë që ka shërbyer në historitë të Republikës Turke. Mandati i tij përfundon në vitin 2028, por ka paralajmëruar se do të dëshonte të qëndronte edhe më gjatë. E këtë mund ta bëjë mendimin e një parlamenti më të butë dhe më miqësor.